Bebushja Luna Mari, vajza e këngëtarit Luiz Eli dhe moderatores Kiara Tito, kishte dje ditëlindjen e saj të parë. Me rastin e ditëlindjes së bebushës, prindërit e saj zbuluan për herë të parë momentet kur Luna erdhi në jetë. Nëpërmjet një videoje në rrjetet sociale, Kiara dhe Luizi treguan hap pas hapi të gjithë momentet kur ndodheshin në spital. Ndërkohë që Luizi njoftoi se festa e së voglës do të mbahej sot në 1 maj për shkak se dje Kiara ndodhej në shfaqjen e radhës së Portokallis, ku është moderatore. Sot në rrjetet sociale kanë qarkulluar pamje të shumta nga festa madhështore që prindërit kanë organizuar për Lunën, ku ka patur shumë të ftuar.